Dorë për juve. Ka gabu, mi ka ra djali tem, ma ka vra, kështu që e mendova që nesit me nxez, pa më thonë kurkush, pa ma lyp kurkush faljen, të vorri para se me vorros djalin për me falë gjakun e djalit. Pas përplasjes, kamioni daloi disa metra me tutje, nga i dalën i pandehuri Artan Duraku dhe babai i tij Neziri. Të dy u afruan vendit të ngjarjes, ishte afruar pranë makinës dhe kishte dëgjuar viktimen duke shqiptuar fjalët e tij të fundit, Ajnan, dhe më pas nuk kishte dëgjuar më asnjë zë. U kry vorrimi, vjen tjetër dhe thotë që e kanë arrestuar dhe babain e tij. Kishte kaluar në anën e majtë të rrugës duke hyrë në shiritin e kundërt të qarkullimit. Me 29 nëntor të vitit 2022, rreth orës 6:45 të mëngjesit, në fshatin jashtënisë së komunës së Klinës, ndodhi një aksident i rënd trafiku me pasoja fatale. Në këtë ngjarje humbi jetën 30-vjeçari Florian Shavaj, kadet në policinë e Kosovës. Sipas aktakusës, aksidenti ndodhi në rrugën rajonale Skëndera e Klinë në një segment ku kufiri i shpejtësisë është 50 km/h, po ku, siç konstatoi ekspertiza, një kamion ishte duke lëvizur me gati 2 fishin e kësaj shpejtësie. Sipas aktakusës ngritur nga prokuroria themelore e PE-s, automjeti që shkaktoi aksident ishte një kamion i markës Mercedes Atego, i cili ishte i paregjistruar, teknikisht jo i rregull dhe po drejtohej nga Artan Duraku, një 21 vjeçar që nuk posedonte patent shofer. Në kamion përveç tij ndodhej edhe babai i tij Nezir Duraku, 55 vjeçar, i cili ishte pasager. Hetimet kanë treguar se gjatë vozitjes në drejtim të Klinës, Artoni nuk e kishte përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës dhe në një moment kishte kaluar në anën e majtë të rrugës duke hyrë në shiritin e kundërt të qarkullimit. Në atë drejtim po vende vetura Florian Shabaj, një Opel i vogël që sipas matjeve të ekspertizës së trafikut po lëvizte me shpejtësi rreth 46 km/h. Në momentin e përplasjes, pjesa e majtë e përparme e rimarkjes së kamionit goditi me forcë pjesën ballore të majtë të veturës së Shabajt, pikërisht në vendin ku ai ishte i ulur në ato momente. Si rezultat, makina pësoi dëmtime të rënda strukturore, ndërsa viktima mori lëndime të shumta trupore, veçanërisht në pjesën e krahërorit dhe në pjesën e barkut. Mjekët më vonë konkluduan se ai kishte vdekur nga gjakderdhja masive dhe shoku hemoragjik të shkaktuara nga plagët e rënda të brendshme. Pas përplasjes, kamioni daloi disa metra me tutje, nga i dalën i pandehuri Artan Duraku dhe babai i tij Neziri. Të dy u afruan vendit të ngjarjes dhe veturës së dëmtuar ku ndodhej tashmë viktima, por sipas aktakuzës nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndihmuar personin e lënduar. Në vend të kësaj, ata janë larguar nga vendi i ngjarjes duke lënë të riun e plagosur rënd pa ndihmë. Një dëshmitar i përfshirë në dosjen e prokurorisë ka rrëfyer se Nezir Duraku i kishte treguar më vonë se ishte afruar pranë makinës dhe kishte dëgjuar viktimen duke shqiptuar fjalët e tij të fundit, Ajnan, dhe më pas nuk kishte dëgjuar më asnjë zë. Kjo dëshmi është përdorur si pjesë e provave për të treguar se viktima ishte ende gjallë në momentin kur ata e kishin lënë vendin e aksidentit. Në aktakuzë theksohet se të dy kishin mundësi ta ndihmonin viktimën pa rrezik për jetën e tyre, por ata nuk e kanë bërë këtë, duke lënë të vdes në vendin e ngjarjes. Gjykata ju shqipton të akuzuarit Artan Duraku për shkak të veprës penale rrezikimit trafikut publik i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 5 vite. Për veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi trafiku publik i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 10 muajve. Gjykata i shqipton dënim unik në burg në kozgjatër prej 5 vite e 6 muaj, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Të akuzuarit Nezir Duraku për shkak të veprës penale mosdhënia e ndihmës nga neni 188 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës i shqipton dënim me burg në kozgjatër prej 10 muajve, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim. Shumë dorë për ju, qështa. Muave, inshallah jo për zotin fëmijë juve. 3. E tjetë që pjë unë e tja se e kontrejtës jam i dëmtumë të të gjitha. Konstatuj ku dush. Dorë për juve. Rasti ka ndodhur me 21/11/2022, siç u thash, në orën 6:45 kjo njihet botërisht sepse I kam dhënë informacionet edhe më herët. Kështu që ton ditën stacioni policor kanë dhënë informacione që ka qenë aksident trafiku, vetë aksident trafiku në rrugë të drejtë, pas një grop, pas një leqe, pas një mjet përpara. Në mbrëmje kom marrë vesh që atina I paskara një kamion me një rimorkio.
Të nesrit e martë, ton ditën kemi nejt ne familja jonë të pritë njerëzi për kryesh nash, sepse trupi Flerdionit ishte në morg, do të pejt hanësën me mëngjes, tash po flas për ditën e martë, kështu që pej pramjes më thret prapë përsëri komandanti i stacionit policor në Klinë dhe më thot që e kemi në zonë dhe ma tregon emrin e mjemrin kush është. Kur kam shku në tendën atje, një djali i agjit, pas ka marrë telefonata prej miqve tyne që i ka këtu në afërsitë fshatit tonë, që babai i tij ka shpreh keqardhje për rastin që i ka ndodhur, thotë që nuk kemi ditë kur gjë deri me arrestimin e djalit, sepse djali ka qenë vetun, ka pas një kamion të huaj, kamioni jashtë përdorimit, pa patent shofer dhe na vjen keq që ka ndodhur dhe ka kërku përmjet dërmjesues për më marr pjesë në varrim. Me keqardhje, ton natën nuk kam fjetë dhe kam menduar se një djalë i ri në moshën 21 vjeçare ka gabu, mi ka ra djalit tem, ma ka vra, kështu që e mendova që nesrit me mëngjes, pa më thonë kurkush, pa ma lyp kurkush faljen, të vorri para si me varros djalin për me falë gjakun e djalit. Gjë që ndodhi e kundërta. 2 orë, 3 para si me u kry varrimi, vjen tjetër dhe thotë që e kanë arrestuar edhe babain e tij në Zirin, kështu që mbetëm të gjithë të shqetësuar, të befasuar, si mund të ndodhë kjo, një gënjeshtër, e ka vra djalin tem, ka desht për marrë me varros, kështu që ka desht me lujt filma turk. Kështu dhe gjykata, me këto 3 vendime që i ka marrë, një pas njëshme, e ngrit në 10 dhe e zbret në 5, kjo vetëm ka lujt një akt teatral. Sot, pas 3 vjetëve, duke bredhur dyrë e mdyrë, në për gjykata themelore në Pejë, ndega për krime të rana, shpalli aktgjykimin, një aktgjykim mal të mërues, është hera e tretë që e shpall një aktgjykim. Herën e parë aktgjykimin e ka shpall dhe ka shqiptuar dënim prej 10 vite për Artan Durakun dhe 5 vite për babain e tij Nezir Durakun. Mirë po, gjykata e Supreme e kthen në rigjëkim vendimin duke konstatuar se aksidenti nuk ka ndodhur në fshatin Jashanis, po ka ndodhur afër shtëpisë të ndjerit në fshatin Nabërgjan. Do të thotë 34 kilometra distancë largësie prej vendit ku ka ndodhur aksidenti. Gjë që lindi dyshimin se si të akuzuarit kanë mujt me e bardh kerrin veturën e Flerdionit dhe Flerdionin për me hull në Jashanis të Klinës. Herën e dytë, e njëjta gjykat, i njëjti gjyqtar, nxjerr vendim dhe shpall aktgjykimin ku Artan Durakun dënon me 6 vite e 10 muaj burgim, ndërsa babain e tij me 10 muaj burgim, duke ja llogaritur edhe kohën të cilën e ka kaluar në para burgim. Të njëjtin vendim e ndryshon edhe gjykata e apelit. Kështu që sot, për herën e tretë, i njëjti gjyqtar përsëri shpall një aktgjykim prej 5 viteve, siç e patë edhe ju vetë, për të akuzuarin e parë Artanin dhe 10 muaj burgim për të akuzuarin e dytë Nezirin, të cili e ka kryer gjatë kohës së mbajtjes së para burgimit.